Përplasjet mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Vlenit janë transferuar edhe në rrjetet sociale. Gjatë së premtës, këto dy forca politike janë përplasur për ndodhit që kanë ndodhur brenda kësaj jave. Bujar Osmani nga BDI-ja përmes një statusi në Facebook përmend disa ngjarje që sipas tij kanë goditur shqiptarët në shtet. Gjykata kushtetuese anuloi emërtimet shqiptare në Tetov dhe riktheu emra si Marshal Tito. Në parlament po shtyrt ligji që godet shtyllën kryesore të barazisë për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Barazia vazhdon të gryhet në praktik, nen pas neni, institucion pas institucioni. Parlamenti Evropian paralemroi për depërtimin e ndikimit serb dhe rrezikun e shndrimit të vendit në zgjatim të botës serbe. Parlamenti Evropian kërkoi zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në Shkronjë dhe në Frym. Parlamenti Evropian kërkoi që protestat studentore të mos etiketohen si destabilizuese apo të motivuara politikisht. Keq menaxhim skandalos institucioneve qendrore dhe lokale, nga padia, pafuqia dhe kapja, shkruan Bujar Osmani në Facebook. I minjëhershëm ka qenë reagimi nga Vlen. Ata bëjnë zhurmë me pluhën, por ne bëjmë punë, shkruan në Facebook Adnan Azizi nga Vlen, duke përmendur zhvillimit e javës së fundit dhe, siç thotë, derisa ata merren me propagandë, ne sjellim rezultate. Nënshkruam marrëveshjen për fillimin e ndërtimit të autostradës Shkup-Blac. Miratuam në qeveri modelin One Stop Shop me Shqipërinë pas suksesit të One Stop Shop me Kosovën. Sollëm investimin e parë të ri në zonën e lirë ekonomike në Tetov pas 15 vitesh, 21 milion euro investim dhe 500 vende të reja pune. Votuam në parlament statutin e Universitetit Nën Tereza duke e fuqizuar UNT-n me 3 fakultete të reja, thot Adnan Azizi nga Vlen. Përplasjet në distancë janë shpërsuar pasi gjykata kushtetuese pranoi iniciativën e shoqatës së luftarëve dhe shfuqizoi vendimin e Këshillit Komunal të vitit 2007 për riemërimin e një numri të madh të rrugëve dhe të sheshit të Tetovës, ndërsa nga BDI këtë vendim e cilësuan si skandalos dhe si goditje ndaj identitetit. Nga pushteti lokal i udhëhequr nga Vlen akuzojnë se bëhet fjalë për një skenar mes BDI-s dhe gjykatës kushtetuese me qëllim të defokusimit të opinionit publik. Ata thonë se komuna e Tetovës tashmë është duke punuar për një zgjidhje të re në përputhje me ligjin.